Oh, happy day. Mirëmëngjesi, mirë se vini në Happy Day. Programi i mëngjesit në Klan Maqedoni ka filluar. Është koha për të zgjuar gjithë ju që jeni ende në gjumë dhe s'keni filluar ditën. Hajde pak inspirim bashkë me mua, të pim kafen së bashku dhe të dëgjojmë sigurisht informacionet më të reja këtu në Klan Maqedoni dhe sigurisht edhe temën që kemi zgjedhur për sot të flasim në emisionin e mëngjesit. Që në fillim do t'i tregoj se sot do të kemi një storje motivuese, inspiruese kur e dëgjova vetë. Sigurisht që në një kohë edhe mërzitesh, por edhe motivohesh për histori të tilla kur dëgjon se sa shumë njerëzit e duan jetën edhe kur si kanë të gjitha të mirat nga Zoti. Bëhet fjalë për Xheneta Tusha, është një vajzë 23 vjeçare, e diplomuar për momentin në magjistraturë, planifikon shumë për jetën e saj dhe ka fibrozë cistike. Ju e dini këtë sëmundjen që e kemi diskutuar disa herë. Në fakt, gjatë lajmeve kur u bënde protestat përpara Ministrisë së Shëndetësisë nga pacientët dhe nga organizata e pacientëve me fibrozë cistike, të cilët kërkonin mbulesë ose buxhet për ilaçet të fibrozës cistike, të cilat janë jashtëzakonisht të shtrenjta. Dhe pastaj ftuam dhe prindin e Ilirit, një djalit 2 vjeçar, i cili gjithashtu vuan nga fibroza cistike dhe ai na tregoi se për një vit, ilaçet kushtojnë diku me qindra mijëra euro dhe nuk prodhohen këtu, po prodhohen vetëm në Amerikë. Dhe të njëjtat duhet të sigurohen nga fondi i shtetit për t'u sjellur këtu si pika e parë, dhe sigurisht edhe për t'u paguar, pasi me qindra mijëra euro në vit, familjet në Ballkan e dim që nuk kanë. E tani, Xheneta do të vjen sot në studio si një bukuroshe që është dhe si një vajzë suksesshme që është, për na treguar historinë e saj. Do na tregoj me çfarë sfida ballafaqohet gjatë sëmundjes, si fillon dita e saj, cilat janë rutinat, sepse siç përmendëm pra prindin, ai tregonte për Ilirin, për fëmin e vogël 2 vjeçar, që dita i fillon me disa ushtrime rutinore, të cilat janë goditje në kuriz, për të kollitur, për të pastruar, dhe pas asaj inhalimi, ilaçet dhe 100 rutinat të tjera në ditë, të cilat pacientët me fibrozë cistike duhet i kalojnë çdo ditë për të ndjerë më mirë. Duhet të mbrohen jashtëzakonisht shumë nga infeksionet, nga viruset, pasi secila gjë e jashtme, e dëmshme, në imunitet të dobët, godet më shumë, ju e dini. Kështu që jeta është e vështirë, sidomos, siç tham, nëse jemi të sfiduar me pikat e tilla. Por Xheneta Tusha nuk është dorëzuar asesi. Ajo edhe në telefon ishte një vajzë jashtëzakonisht pozitive, me një energji që mua më la shumë përshtypje, dhe siç u thash, ka diplomuar dhe për momentin është në magjistraturë. Pra është duke magjistruar dhe ka vetëm 23 vjet. Thotë që është mirë me shëndetin për momentin, por që keqësohet çdo ditë dhe flet për gjithë pacientët, pasi me siguri kanë dhe komunikim ndërmjet tyre, dhe thotë se kanë shumë nevojë për ilaçet që i kërkojnë. Së fundmi, gjithashtu një informacion nga prindi në fjalë, morën vesh se në Malë të Zi është miratuar fondi për këto ilaçe. Pra, Ministria e Shëndetësisë ka miratuar, qeveria ka miratuar fondin për ilaçet e fibrozës cistike në Malë të Zi. Dhe kjo na bën ne në Maqedoni të besojmë dhe të shpresojmë më shumë, pasi e dim që edhe Mali i Zi nuk i ka punët kushte disa më mirë se ne. Bile ndoshta dhe janë edhe më të vegjël dhe kështu me radhë. Por që nëse merret iniciativa, bëhet, sepse vërtet ka mbetë dhe pa fjalë, por ne do të provojmë përmes këtij programi edhe një herë sot që të bëjmë apelin, dhe edhe një herë sot që të ndajmë historinë e Xhenetës bashkë me gjithë teleshikuesit, dhe shpresojmë urojmë që të dëgjohemi nga një zë i qelluar, i cili mund ta bëjë dallimin dhe mund të shpëtojë këto pacientë të cilët kanë kufizim të shëndetit të tyre dhe pothuajse gjysmën e kohës e kalojnë nëpër spitale, pasi siç tham sëmurën shpesh dhe ju rëndohet gjendja shëndetësore, dhe pastaj kanë dhe një jetëgjatësi të kufizuar. Pra nuk janë si gjithë njerëzit e shëndetshëm, nuk e dinë sa do t'ju zgjas
jeta, asnjë se dim nga ne, por shkencërisht e kanë kohën e kufizuar pacientët me fibrozë cistike. Urojmë që të arrim në një vesh i cili do ta bënte dallimin. Përndryshe, sot është 24 janar, e martë, dal nga dal, i japim fund edhe janarit, muajit më të ngadalt të vitit. Kemi vetëm edhe disa ditë derisa të mbaroj kjo javë, se pas kam parë kalendarin, pra me të... Jo. Si filloi java, me të filluar pra e hëna, ka filluar dhe shkollat për fëmijët, për shkollat e mesme dhe fillore. Dhe sigurisht kjo është java e parë e 12-vjetorit të dytë të vitit shkollor, ku morën vesh nga lajmet përsëri fëmijët ballafaqoheshin me mungesë të librave shkollore, një temë trajtuar nga Arbana në lajmet e ditëve të kaluara, por që rëndësi ka, shaka se ka shumë rëndësi, po do të shënojmë tani një ditë ndërkombëtare shumë të rëndësishme për 24 janarin, që shënohet si dita ndërkombëtare e arsimit. Pra dita ndërkombëtare e arsimit është një ditë e përvitshme ndërkombëtare, kushtuar arsimit e cila shënohet në datë 24 janar të çdo viti. Kjo është një ditë simbol e shpallur nga OKB për të tërhequr vëmendjen e qeverive dhe popujve për rolin e rëndësinë që luan arsimi. Asamblea e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në takimin e saj të mbajtur më 3 dhjetor të vitit 2018 ka shpallur 24 janarin si ditë ndërkombëtare të arsimit, duke përkujtuar rolin që luan arsimi për paqen, për parimin dhe zhvillimin global, si dhe duke riafirmuar me këtë rast edhe faktin se arsimi është një e drejtë njerëzore, një e mirë publike dhe një përgjegjësi kolektive. Qëllimi tjetër i caktimit të ditës kushtuar arsimit në nivelin ndërkombëtar është që të tërheqë vëmendjen e qeverive dhe popujve për rolin dhe rëndësinë që luan arsimi si njëri ndër mjetet më të përshtatshme për të shpëtuar nga varfëria. Rëndësia e ditës ndërkombëtare të arsimit është kjo. Duke shpallur ditën ndërkombëtare të arsimit, vendet anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara njohën rëndësinë e punës arsimore për të siguruar një arsim cilësor, gjithëpërfshirës dhe të barabartë në të gjitha nivelet, në mënyrë që gjithë njerëzit të kenë qasje në mësimin gjatë gjithë jetës dhe përvetësimin e njohurive dhe aftësive të nevojshme për pjesëmarrje të plotë në shoqëri, si dhe të kontribojnë për një zhvillim të qëndrueshëm. Është shprehur kështu Organizata e Kombeve të Bashkuara. Kjo është dita ndërkombëtare e arsimit 24 janari. Kalendari historik për sot fillon me një datë shumë të rëndësishme. Përpara disa ditëve, ishte 17 janari më duket, ashtu më duket, kishte ditëlindjen Ismail Qemali, e sot në vitin 1919 ka ndruar jetë në ditën e sotme. Në Perugia, pra Ismail Qemali, i cili ndodhej i ftuar nga qeveria italiane për të arritur një bashkëpunim mbi të ardhmen e Shqipërisë, i shoqëruar nga 3 djemt e tij, Etemi, Qazimi dhe Qamili, dhe nga përfaqësues të Ministrisë së Jashtme italiane, më 8 shkurt të 1919-s, trupi i Ismail Qemalit u dërgua me tren në Brindisi, nga ku në bordin e tropedinierës Alpino u shoqërua në Vlorë. E më 12 shkurt, në një ceremoni madhështore, trupi i tij, i vendosur mbi shtratin e topit dhe i mbështjell me flamurin kombëtar, u shoqërua në Kanin, ku u varros në oborin e Teqes, në varrezat e familjes Vlora. E nëse masim madhështinë e një personaliteti politik me dashurinë e popullit të thjeshtë, shkruante në kujtime familjare Safa Vlora, duhet të pohojmë se asnjë nuk i afrohet Ismail Qemal Vlorës. Në ceremoninë e përmotshme, as fshatar, as qytetar nuk qëndroi në shtëpi. Tërë faqet e maleve dhe brigjeve që qëndronin gjatë udhëtimit ishin mbushur me njerëz. Ishte një apotezë madhështore e të gjithë popullit, pa dallim, dhe një kuror që ai e fitoi me punën e tij të madhe në shërbim të vendit të tij, derisa dha frymën e fundit. E studiuesja frenge Nathalie Player ka konstatuar se figura e Ismail Qemalit u shndrua në babai i kombit pas shpalljes së pavarësisë. Sipas saj, shqiptarizimi i tij ka marrë një ngjyrë krejt tjetër nga i shqiptaristëve të tjerë, dhe imazhi i tij si udhëheqës i lëvizjes shqiptare është mjaft i mitizuar, ka thënë pra studiuesja franceze.
1919 në ditën e sotme përkiste vdekja e Ismail Qemal Vlorës. E tani vazhdojmë me ngjarjen e radhës. 1939 në ditën e sotme, tërmeti më vdekjeprurës në historinë e Kilit godet qytetin e Kilian duke vrarë afërsisht 28.000 persona. Ky tërmet ishte i magnitudës 8.3 ball dhe do të mbahet mend si tërmeti më shkatërrimtar në historinë e këtij vendi. E një tjetër tërmet i llogaritur si më i fuqishëm në histori do ta godiste Kilin 21 vite më vonë, por do të shkaktonte më pak viktima në raport me të parin. 1949, më 24 janar, ka lindur në Chicago Jim Belushi. Belushi ishte një komedian, aktor, këngëtar dhe një nga 7 anëtarët origjinal të kastit të shfaqjes së komedisë skic NBC Saturday Night Live. Origjina e tij ishte shqiptare, nga fshati i qytetit i Devollit. Gjatë gjithë karrierës së tij, Belushi pati një partneritet artistik me një nga aktorët e SNL, pra Dan Aykroyd, me të cilin realizoi bashkëpunim në filmin Blues Brothers, Sunday Night Later, ose si ishte kjo SNL. Nëse. 1965, në ditën e sotme, ka vdekur në Londër në moshën 90 vjeçare Winston Churchill. Churchill ishte një politikan britanik, oficer i ushtrisë dhe shkrimtar. Ai ishte kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar nga viti 1940 deri në 45, kur e çoi Britaninë drejt fitores në luftën e dytë botërore dhe përsëri nga 51 deri në 55. Churchill përfaqësoi 5 mandate elektorale gjatë karrierës së tij si antar i parlamentit, pra si deputet. E njohim dhe nga serialet e shumtë historinë e tij, të paktën unë e njoh. 1972 më 24 janar, reshteri japonez Soichi Yokoi, i gjetur i fshehur në një xhungël të Guamit, ku ai kishte qëndruar që nga fundi i luftës së dytë botërore. Yokoi ishte ushtari i tretë i humbur japonez që u gjet pas luftës, duke i paraprir togerit të dytë Hiro Onoda, i liruar nga detyra nga ish oficer i tij komandues më 9 mars të 74-shit, dhe togerit Teruo Nakamura, i arrestuar më 18 dhjetor të 74-shit. Si është e mundur kur e ke për të jetuar. 1989, e shohim ngjarjen e radhës në ditën e sotme, vrasës e serial Famkeq, Ted Bundy, i cili vrau mbi 30 viktima të njohura, ekzekutohet në karrike elektrike në burgun e shtetit në Florida. Bundy ishte një vrasës serial amerikan që rrëmbeu, përdhunoi dhe vrau shumë gra dhe vajza të reja gjatë viteve të 70-ta. Por numri i vërtet i viktimave është i panjohur dhe ndoshta më i lartë nga se ai që e tham, pra 30. E në vitin 90, në ditën e sotme, Japonia ka lëshuar Hiten, kapsulën e parë hënore të vendit, dhe gjithashtu të parën pajisje hënore robotike që nga Luna 24 e Bashkimit Sovjetik në 76-ën. Njëkohësisht, Hiteni ishte sonda e parë hënore e nisur nga një vend tjetër përveç Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ajo peshonte 200 kg dhe qëndroi në hapësirë 3 vjet e 3 muaj. Përshkroi një distancë prej 480.000 kilometrave. E në vitin 2003, ngjarja e fundit që shënohet në kalendarin historik për ditën e sotme është: Departamenti i Sigurimit të Brendshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka filluar zyrtarisht funksionimin. Departamenti i Shteteve të Bashkuara për Sigurinë e Brendshme është një departament kabineti i Qeverisë Federale Amerikane me përgjegjësi në sigurinë publike, afërsisht i krahasueshëm me Ministrinë e Brendshme të vendeve të tjera. Ky departament u krijua pas sulmeve të 11 shtatorit. Mirë. Sigurisht tani do të ndalemi pak te fitnessi mëngjesit, te ushtrimet e mëngjesit për të rikthyer pastaj programin me lajmet më të reja, me edicionin informativ të parë këtu në Klan Maqedonik, që na ndiqni. Oh, happy day.
Përshëndetje shikues të dashur. Ne me Majlindën u rikthyem përsëri, por kësaj here kemi ardhur me diçka shumë speciale. Kësaj here kemi vendosur të bëjmë aerobik dhe ju mund të më pyesni se çfarë është aerobiku. Aerobiku janë ushtrime trupore në kombinim me kërcime muzikore dhe gjimnastik, të cilat ndihmojnë në oksigenizimin e trupit të njerëzit. Përshëndetje Majlinda. Përshëndetje Nita, përshëndetje shikues. Ne jemi gati, shpresoj edhe shikuesit, por më mirë dhe konfirmojnë vajzat. Are we ready? Yes! Le të fillojmë pra.
happy day. Mirë, kjo është e kronika e fundit dhe jam duke parë disa lajme të tjera të cilat janë më të freskëta për ditën e sotme. Lexoj një gjë që në fakt kanë shkruar disa portale, por që nuk e dim, nëse kemi blerimin këtu mund ta pyesim. Taravari hyn në qeverinë e Kovacevskit, Maqedonia para ndryshimeve të reja kushtetuese. Blerim, është e vërtet kjo? Ja, po, por nuk ka një përfundim, ë? Po pse po thot, pas 4 vitesh Alianca për Shqiptarët rikthehet në qeveri në koalicion me LSDM dhe BDI-n. Sipas informacioneve është arritur një marrëveshje parimore për hyrje në qeveri, ndërsa vendimi pritet të shpallet në ditët në vijim. Okej, faleminderit. Mirë. Këto janë disa lajme që kanë shkruar portalet, por sipas asaj që e dim se portalet nuk kanë një kod ligjor që i kontrollon, do ta presim zhvillimin e ditës për të parë se a është informacioni i vërtet që Alianca për Shqiptarët me të vërtet është pjesë e qeverisë tani më. Mirë, do ndalemi te bota në vazhdim, klanmacedonia.mk, mund të klikoni për më shumë. Çfarë po ndodh në botë për këtë 24 janarin? Jens Stoltenberg i bën thirrje Ankaras të mos bllokojë antarësimin e Suedisë në NATO. Pra, sekretari i përgjithshëm i NATO-s kritikoi të hënën qëndrimin e presidentit turk i cili kërcënon të bllokojë antarësimin e Suedisë në NATO, pasi një ekstremist i krahut të djathtë ka djegur një kopje të Kuranit të shtunën në Stockholm. Në një intervistë në televizionin gjerman Die Welt, norvegjezi Jens Stoltenberg dënoi qëndrimin e Recep Tayyip Erdogan ndaj Suedisë. Liria e shprehjes, liria e mendimit është një gjë e çmuar në Suedi dhe në të gjitha vendet tjera të NATO-s dhe kjo është arsyeja pse këto veprime të papërshtatshme nuk janë automatikisht të paligjshme, ka thënë ai. Qeveria suedeze e ka dënuar këtë demonstrat në terma shumë të qartë, ka kujtuar zoti Stoltenberg në intervistën e tij për Die Welt. Tragjedi mbi tragjedi është titulli tjetër, të tjera goditje me armë në Kaliforni. Të paktën 7 persona u vranë në një tjetër sulm me armë në qytetin Half Moon Bay në Kaliforni, disa ditë pasi një person hapi zjarr në një sallë vallëzimi. I dyshuari në sulmin e fundit u arrestua. Ende nuk dihet as ky motiv, por i dyshuari thuhet se është duke bashkëpunuar me hetuesit. Lajmi radhës, Francë, seksizmi është alarmant dhe po përkeqësohet. Pra, seksizmi mbetet në nivele alarmante në Francë në të gjitha fushat, sipas një raporti zyrtar që zbuloi se situata po përkeqësohet, veçanërisht për gratë më të reja. Gratë janë në shënjestër të formave të reja të ngacmimit, duke përfshirë dhunën në internet, abuzimin verbal në rrjetet sociale dhe pornografinë me përmbajtje barbare, ka është thënë në deklaratë. Në raport thuhet se situata e diskriminimit, dhunës dhe ngacmimit ka marrë për masa alarmante. Lajmi radhës, OBSH bën thirrje për veprim. Shurupi kollës ka lidhje me më shumë se 300 vdekje të fëmijëve. Organizata botërore e shëndetësisë ka bërë thirrje për veprim të menjëhershëm dhe të bashkërenduar për të mbrojtur fëmijët nga ilaçet e kontaminuara, pasi është raportuar se vdekjet e qindra fëmijëve vitin e kaluar kanë lidhje me shurupet e kollës. Në vitin 2022, më shumë se 300 fëmijë, kryesisht të moshës nën 5 vjeç, në Gambi, Indonezi dhe Uzbekistan, vdiqën nga dëmtimi akut i veshkave. Vdekje këto që ishin shkaktuar nga ilaçet të kontaminuara, ka thënë OBSH në një deklaratë. Ilaçet, shurupet e kollës pa recetë kishin nivele të larta të dietilen glikolit dhe etilen glikolit. Dhe lajmi i fundit, skandal për korrupsion, Ukraina premton reforma gjithëpërfshirëse. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se kanë nisur ndryshimet e personelit pas akuzave për korrupsion. Gjatë fundjavës, policia kundër korrupsionit arrestoi zëvendës ministrin e infrastrukturës me dyshimin se kishte marrë një ryshvet prej 367.000 euro për importin e gjeneratorëve shtatorin e kaluar, një akuzë që ministri e mohon. Një tjetër hetim akuzoi Ministrinë e Mbrojtjes për nënshkrimin e kontratave të shtrenjta për furnizim me ushqim
për trupat në vijën e frontit. Edhe në luftë korrupsion, o zoti madh. Mirë, e tani, përpara se të filloj me lajmet nga Showbizi, do t'ju tregoj dhe një lajm tjetër nga Showbizi për një personazh shumë të famshëm që është Kylie Jenner. Dhe ju e dini që Kylie Jenner djalin e ka tani më 2 vjeç, sipas fotos, 1 vjet e gjysmë, dhe kishte vënë një herë një emër, pastaj u bën pishman me të shoqin, me Travisin, dhe së fundmi ja ka ndryshuar, domethënë e ka një emër tjetër, por ky artikull tregon se Kylie me siguri do të pendohet prap për emrin e djalit kur të shoh kuptimin që ka në arabisht. Përndryshe ky outfiti është nga një gala night, nga një event i fundit, që ka tërhequr jashtëzakonisht shumë vëmendje me këtë luanin që ka mbajtur Kylie Jenner. Një nga daljet e saj publike më të reja, më të freskëta. E tani të shohim për djalin, si ja ka vënë emrin djalit Kylie, emrin e dytë dhe çfarë do me thënë kjo në arabisht. Duhet të keni shumë kujdes njerëz. Kylie më në fund ka zbuluar emrin e djalit të saj, i cili erdhi në jetë shkurtin e kaluar, pra 1 vit pas ka djali. Voglushi quhet Aire. Dhe bashkë me zbulimin e emrit u zbulua për herë të parë dhe portreti ose fotografia. Fillimisht bebushi do të quhej Wolf Webster, por çifti Kylie dhe Travis duket se kanë ndryshuar mendje. Tani që interneti zbuloi se çfarë kuptimi ka në arabisht, shpresojmë që bebushit të mos i ndërrohet përsëri emri, ose shpresojmë që t'i ndërrohet. Aire, siç duket, përkthehet si penisi im në arabisht. Gazetarja Antoinette Latouf shkroi në Twitter: do i thot dikush Kylie që emri i djalit të saj një shprehje e zakonshme arabe është për t'i thënë penisi im apo jo? Në mënyrë të ngjashme dhe njerëz të tjerë kanë komentuar rreth emrit dhe kuptimit të tij në arabisht. Megjithatë, Aire, në varësi të kontekstit, përdoret në arabisht edhe si miku më i mirë. E në hebraisht, sipas nameberry.com, pra një faqe, Aire do të thotë luan i Zotit. E me siguri Kylie ka menduar këtë të hebraishtës luan i Zotit, por gazetarja arabe ka shkruar të në Twitter dhe ka treguar që kuptimi Aire në fakt ka dhe një kuptim tjetër që mund të jetë, siç tham, penisi im ose miku i më i mirë. Shohim atë t'ja ndryshoj emrin përsëri Kylie kur ta kupton, ose do t'i mbetet emri voglushit Aire në vazhdim. Mirë, tani edhe informacionet të tjera nga Showbizi dhe mbas këtij materiali presim në studio vajzën që ju thash në mëngjes, Gjeneta Tusha, 23 vjeçare, për momentin në magjistraturë. Ajo vjen këtu për treguar historinë e saj pasi vuan nga fibroza cistike. Na ndiqni. Oh, happy day. Ja ku jemi në program përsëri, tani për të filluar bisedën me mysafiren e ditës, është pjesa e fundit e programit dhe ju kemi informuar që në mëngjes se sot do kemi një histori motivuese, një histori që tregon realitetin e të jetuarit në Maqedoninë e Veriut, si pacient të themi, ose si njeri me probleme të ndryshme. Bëhet fjalë për vajzën 23 vjeçare Gjeneta Tusha, magjistre për momentin në magjistraturë në fakt e shkencave politike, ka diplomuar në marrëdhënie me publikun dhe është e punësuar për momentin në qeveri, në sektorin e marketingut, në kabinetin e kryeministrit dhe bën media monitoring. Në mars i bën 2 vite që është e punësuar. Gjeneta Tusha, në fakt, kështu si një vajzë suksesshme 23 vjeçare, ka ardhur këtu në studio për të treguar peripecitë e saja, sfidat e saja, sepse ajo vuan nga fibroza cistike. Ju e dini këtë sëmundje sepse kemi biseduar në program, por dhe keni parë protestat që kanë ndodhur përpara Ministrisë së Shëndetësisë javë më parë, dhe keni parë edhe intervistën ndoshta me prindin Elmir Sejfullah këtu në Happy Day, i cili tregonte për
djalin Ilirin, 2 vjeçar, i cili vuan gjithashtu nga fibroza cistike. Këto pacient në Maqedoninë e Veriut kanë një trajtim të vockën, një trajtim të pjesshëm, trajtim i cili nuk ju siguron një kualitet të mirë të jetesës së tyre dhe ja vështirëson edhe më shumë gjendjen këtyre pacientëve. Nga qindra pacient që vuajnë nga kjo sëmundje, 8 për momentin janë në fazën e fundit për shkak të mosmarrjes së ilaçit i cili prodhohet jashtë shtetit dhe shteti duhet të sigurojë me fondin shëndetësor këto ilaçe për këto pacient për t'i mundësuar jetesë shumë herë më të mirë se sa pa ato ilaçe. E fondi shëndetësor nuk e ka bërë këtë ende dhe prandaj pacientët, por dhe shoqata që mbështet njerëzit me fibrozë cistike, këtë kërkojnë ilaçet dhe kërkojnë trajtim më të mirë nëpër spitalet e Maqedonisë. E kemi tani këtu Xhenetën, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit edhe ty që je kaq pozitive, që je një inspirim për të gjithë dhe që na ke bërë që të vlerësojmë, të shohim jetën më me pozitivitet dhe më me entuziazëm, siç e ke parë ti gjithmonë, dhe unë me të vërtet sa fola me ty në telefon, nuk të them vetëm se je këtu, më dhe një energji aq se di, jo të madhe, më shumë se kjo fjalë, sa që e dashta jetën pak më shumë se sa një ditë më herët. Faleminderit. Faleminderit edhe ty. Tash, do të thënë sfidat e jetës janë gjithmonë aty, jo vetëm për mua, por për gjithë njerëzit, gjithkush jetën e ka ndryshe. Po për neve tash është mundësia që na me pas këtë jetë pak më të mirë se sa e kemi pas deri tash, ne me mosh pak më të shtyer, le të them. Edhe për jemi me shpresë për më të veçlit që janë me të njëjtën sëmundje. Për këtë arsye, ju faleminderit shumë që na keni dhënë mundësinë për me tregu nevojat tona tash për momentin që i kemi, sidomos për ilaçin që prodhohet jashtë shtetit. Xheneta, ti ke lindur me fibrozë cistike, kjo sëmundje këtë e ka karakteristik, shpesh trashëgohet, nuk e di a shkaktohet më vonë? Më vonë nuk shkaktohet, mirë po te disa njerëz zbulohet më vonë. Zbulohet. Domethënë është, po zbulohet më vonë. E kuptoj, domethënë si sëmundje është vetëm e lindur, vetëm e trashëguar. Xheneta nuk e di nga ku e ka trashëguar fibrozën cistike, por e ka me të lindur. E ka me të lindur dhe kështu është rritur Xheneta. Ju e dini rutinën e një pacienti me fibrozë cistike. Si fillon ditën Xheneta? Fillon si gjithë të tjerët, a? Si e ke? Me të thënë drejtën jo, Jo? për shkak se inhalimet, do me thënë që se unë kisha punë prej në 8, dikush do të zgjohet në 7 mëngjes, e kryen rutinën e vetë, mirë për rutina jonë ka ma tepër hapa, edhe për atë arsye ne zgjohemi pak më herët se sa duhet për t'i kryer inhalimet, ushtrimet që i kemi në mëngjes, për t'i marrë vitaminat edhe tjera të barna që i kemi në shtëpi. Si terapi, për menaj jo me na i lehtu ose me na përmirësu shëndetin, mirë po vetëm sa për, do me thonë, t'jemi pak më mirë, po, ta kemi në kontroll shëndetin tonë, për shkak se nëse jo, atëherë jemi non-stop në spital, në terapia më të randa, kështu që zgjohem pak më herët, i bëj ato punët e mia që thojnë, pastaj vazhdoj me ditën, mbreta ditës kemi edhe inhalime tjera, edhe në mbrëmje, do me thonë, më varet gjithë kush e ka rutinën e vetë, kushdo që është me këtë sëmundje, mirë po ka ma shumë hapa edhe ma shumë të me pas vëmendje se sa njerëzit normal. Do me thonë nuk është që jam komplet e lirë ose si tjerët në këtë aspekt. E ke të kufizuar pak ditën sepse ke rutina. Është ajo rutina e njëjtë edhe për ty si që tregonte Elmiri me goditjet në kuris për të kollit? Sa kohë inhalohesh? Më varet edhe tash prej aparatet që i kemi në shtëpi, se ka disa janë më të shpejta, disa janë më të ngadalta. Aparati inhalimit? Po. Unë parafërsisht ajo më zgjat deri 20 minuta, pastaj edhe 20-30 minuta me ushtrimet që ka tregu Elmiri. Këto janë ushtrimet? Do me thonë dikush të godet në kuris e ti kollit? Për mua është pak ma lehtë, se tash jam, do me thonë pak ma e madhe, mirë po kur je fëmijë duhet që të shty për me kollit. Unë tash i kam disa metoda tjera që na i tregon fizioterapeutët që i kemi në spital. Edhe me ato hapa, do me thonë, i kry ushtrimet e mia. Mundesh dhe vetë? Po mundem edhe vetë. E po shumë mirë. Gjithmonë. Shumë mirë. Pastaj, ti shkon në qeveri te kabineti kryeministrit. Po. Dhe fillon punën. Po.
Po pse më Gjeneta nuk e ke trokit në derë? Kisha mundësin, do ta kisha bo, mirë, po nuk besoj që është një gjë që vetëm një person mundet me bo në këtë aspekt. Tash për momentin nuk është që jam duke e mbrojt, po jemi të vetëdijshëm që ka shumë kriza. Jo vetëm tek ne, po në botë. Me të drejtën ndoshta nuk na vjen as rendi neve. E cila nuk është diçka e mirë, sepse nuk është fair, nuk ka rëndësi kriza, mund të rim pa bukë dhe pa ungro, po pa ilaçe nuk është prioritetet duhet vendosur. Edhe unë besoj ashtu. Për atë arsye kemi shpresë nëpërmjet mediumeve me kërku, me bo pak presion, që barëm të kemi një përgjigje deri në fund këtij muaji. Dhe si. Mirë, ti në mars do bësh 2 vite që punon, siç thash, je për momentin magjistre, je ende ose ke magjistruar? Jo, ende Je duke magjistruar, po duke studiuar në sektorin e shkencave politike, edhe në fakultet ke qenë marrëdhënie me publikun. Pse ke zgjedhur këto drejtime? Atëherë, gjithmonë jam kanë prej fëmijë, kam qenë hiperaktive, edhe gjithmonë kam pas qef të komunikoj, jam kanë ekstroverte shumë, edhe besoj që në këtë drejtim kam pas ma tepër mundësi për të ardhmen, për punësime, për gjithçka, sepse kur nuk është vetëm se e zgjedh diçka që don, pastaj ngejtësh aty. Nuk di si do vazhdoj, po. Unë besoj që ka qenë drejtimi i duhur që e kam zgjedhur vendimi jam. Edhe tash jam e punësume, domethënë në qeveri, gjë që më bën të lumtur për shkak se tregoj në këtë aspekt, jo vetëm me dëshmu tjerëve, po edhe vetës që muj me bëj gjëra që I bëjnë të gjithë. I bëjnë të gjithë. Në fakt që i bëjnë pak njerëz, ha? Po. Ata më të mirët. Jo gjithkush mundet. Ata më të mirët, në fakt. Po, Gjeneta pa diskutim je një histori që të motivon dhe që të shtyn të duash jetën më shumë, e vërtet. Po, nga ana tjetër, ne patjetër e kemi sot që të bëjmë apelin dhe të tregojmë të gjitha sfidat e jetës të një pacienti me fibrozë cistike. Cilat janë ilaçet që mungojnë? Si e kanë emrin, nga vinë dhe sa kushtojnë e kështu me radhë? Po, atëherë ilaçe është trikafta. Domethënë prodhohet në Amerikë. Domethënë shumica e shteteve të rajonit e kanë. Timalizi, Kroacia, Greqia, Serbia, shumica domethënë e kanë. Edhe Serbia e ka? Besoj që e ka. Okej. Dhe domethënë sipas kushteve që i kemi, unë besoj që ekonomia jo nuk është diçka shumë. Domethënë Malizi e ka besoj ekonominë më të keqe se ne, edhe ato e kanë tashmë disa vite. Dhe shumica e pacientave që e kanë marrë këtë ilaç ka shumë feedback të mirë deri tash, normal. Çfarë bën ky ilaçi? Tash, domethënë, ne kemi analiza në spital që e shohim përqindjen e frymarrjes edhe si janë mushkënit tona nëpërmjet asaj analize. Për momentin, unë personalisht kam qenë shumë më mirë në atë analizë, po tash rezultatet nuk janë edhe aq të mira, domethënë, sa herë që shtyhet musha, shkon edhe ajo më poshtë, që gjë që nuk është e mirë. Kapaciteti i mushkërive. Po. Ma herët ka qenë deri 90